E dini që nën tokën e Shqipërisë fshihet pasuri mbi 100 miliard dollar? Krom, bakër, nikel dhe qymyr, që dikur ushqenin industrinë e gjithë rajonit. Shqipëria ka një nga rezervat më të mëdha të kromit në Europë. Miniera më e famshme është në Bulqiz. Mbi 15 milion ton krom janë nxjerrë ndër vite. Kromi përdoret për prodhimin e çelikut inox dhe industrinë e rëndë. Vlera e rezervave të kromit në Shqipëri arrin mbi 20 miliard dollar. Në malet e veriut ndodhen disa nga minierat më të rëndësishme të bakrit: Spaçi, Munela dhe Rubiku. Bakri është një nga metalet më të kërkuara në botë, sepse përdoret në energji, elektronik dhe teknologji moderne. Vlera e rezervave të bakrit në Shqipëri llogaritet mbi 10 miliard dollar. Shqipëria është ndër vendet më të pasura në Europë për hekur nikel. Vendburimet kryesore ndodhen në Prenjas dhe Biting. Ky metal është shumë i rëndësishëm për prodhimin e çelikut special dhe baterive moderne. Vlera e rezervave të nikelit arrin mbi 30 miliard dollar. Minierat e qymyrit dikur furnizonin energjinë e industrisë shqiptare. Rezervat e qymyrit në Shqipëri llogariten mbi 40 miliard dollar. Nëse i mbledhim të gjitha, krom, bakër, nikel dhe qymyr, pasuria minerare e Shqipërisë arrin mbi 100 miliard dollar. Por sot, shumë nga këto miniera janë të braktisura ose të pashfrytzuara. Pyetja nuk është nëse Shqipëria ka pasuri. BF Media. Pyetja është, a do të përdoret kjo pasuri për zhvillimin e vendit, apo do të mbetet e fshehur nën tokë?